Të dyja kryesueset në Itali ecën me një hap, veç se të paktën për një herë të vetme, më spektakolar ishte Juventus. Milani fitoi pastër dhe sakt në fushën e Parmës duke vazhduar marshimin e tij të pandalshëm. Pavarësisht nga ndonjë goditje e marrë në Europë, kur vjen puna për në shtëpinë e tij, ky ekip është i pandalshëm. Ndaj Parmës në Tardini realizoi shpejt Zlatan Ibrahimović pasi 11 metrash që të fituar nga Emanuelson pas një topi të prekur me dorë nga Zachardo. Suedezi tregoi formë të madhe gjatë gjithë ndeshjes duke qenë kërcënim i vazhdueshëm dhe duke pësuar ndërhyrje të shumta të parregullta. Në pjesën e dytë Milani mbylli llogaritë shumë shpejt pa kaluar mirë 10 minuta, ndërsa holandezi Emanuelson vrapoi thuajse nga mesi i fushës, duke dribluar te portierin e duke dërguar topin në rrjet. Juventusi po priste që të shkonte ora 20:45 dhe të niste shfaqjen e tij. Fitoria 5-0 ishte sublime e mrekullueshme, donse Fiorentina luajti me 10 lojtarë që nga minuta e 20. Mirko Vucinic shënoi pasi kishte kaluar çelë koreloj dhe pas tij Arturo Vidal mbylli pjesën e parë 2-0. Pas pushimit skuadra e Antonio Contes vazhdoi masakrën duke shënuar fillimisht golin e tretë me anë të Marquinhos dhe pastaj në mënyrë të përpikt golin e katërt me autor Pirlon e të pestin me të ardhurin në janar Padoin. Me këtë goleat Juventus jo vetëm u afrua sërish në 4 pikë diferencë me kuqezinjt, por dhe arritin kuotën e 44 goleve të shënuar në kampionat, e treta skuadër më sulmuese në Serie A.